Qartë. Ndërkohë, të dëgjoj pak zotin Bilali në lidhje me ndërkombëtarët. Zoti Berisha sapo përmendi amerikanët që duket se janë në një pozicion të tërhequr, nuk janë treguar shumë aktiv, kanë ndërhyrë vetëm në një moment, tha Rid Berisha, por ndërkohë unë do doja të dija, ju si diplomat, si e shihni, është një strategji e Shtetet Bashkuara të Amerikës kjo, se nuk besoj që Shtetet Bashkuara kanë vendosur të braktisin Kosovën, për cilën kanë investuar aq shumë, apo ja? Absolut, jo. Nuk kam bën via trasha koncepti amerikan që ndryshon në shtetësinë. Përkundrazi. Po. Janë të jetë interesuar. Po është një strategji ndoshta për të nxjerrë politikanë të caktuar jashtë loje, pse po ndodh? Sepse është një krizë që zgjat prej shkurtit. Është një Berish tjetër në Shqipëri që veç përdën dhe ka pas pritje që amerikanët do ndihmojnë, do kooperojnë që do vijen në pushtet. Nuk shko kështu me logjika tillë ka qenë edhe opozitës në Kosovë, tham drejtën. Kanë menduar që Kurti nuk shkon as 3 javë ditë, një muaj. Është një keq kuptim rreth amerikanëve. Amerikanët janë pragmatikë dhe dëshirojnë edhe me atë që ka xhamatin e vet ose ka xhamat më shumë, ka njerëz më shumë, më falni. Atëherë ata mund të shtyjnë proceset. Nuk është më rëndësi për amerikanët ai bardha i kuq fundi funit. Ne fatkeqësisht kemi politikë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, ke majtizëm. Birë në Kosovë është e çuditshme. Përmenin figura shumë që pe majtizmin me kalu më dheqë gjatizmin. Po kjo është hajgare lloj cirkusit vet, se s'kan pas as ideologjika, as koncept. Bile janë edhe në veri sa bukur të fort. Por, sidoqoftë, mendoj që politika jashtme amerikane kërkon stabilitet në Ballkan. Pika më interesante kur ka probleme tjera jashtë regionit të Ballkanit. Bile më thomë që ekuilibri është, nuk ka preferenca amerikanë, s'kan preferenca më në Ballkan. Është një qasje ekuilibruese. Por, ne kem qëllu, na ka pri fati në histori, në herë të jem pika e cila ka bërë. A mund të rry? Po, shumë shkurt të rritë se ke ezaruar gjithkohën tonë në televizive. Pyetja ishte edhe kolegës shumë konkrete. Pse amerikanët nuk po ndërhyjnë tani, ose afllojnë ndërhyrjen që bënën për cilën arsye bën, e që mendoj e dhash një lloj reflektimi. Ishte dhe drejt për drejt, mos po e bëjmë për të nxjerrë nga klasa, nga jeta politike individ të caktuar? Pse po ndërhyjnë amerikanë tash, pse nuk po ndërhyjnë amerikanë tash ta zëm për të inkurajuar një ose forcë tjetër që të japin më shumë vullnet, thjesht ta konkludojnë vullnetin, ta përfundojnë vullnetin për të dhënë vendit institucione. Pse nuk e bën tash, e bën në të kaluarën? Jo, unë mendoj që ata përcjellin bukur mirë, kanë një ambasadë këtu edhe një, me qenë se lider kur po presin po i thonë edhe ambasadora, soja është ushtruese e detyrës, po ne s'prish punë. Ato është misioni i saj, është parafërsisht ato. Por se nuk është vetëm Kosova, në Ballkan ka shumë vende që nuk ka ambasador amerikan. Por pse nuk e bëjnë, unë besoj që ata përcjellin bukur mirë këtë situatë dhe dinë që Kosova në vija, mendoj, po ashtu edhe për Shqipërinë, pastaj marrin në zi dhe Maqedoninë, që janë sferat përvoja amerikanëve me fjalorin politik në Kosovë, kur në të kaluarën inkurajuan LDK-n, PDK-n, të tjerët të japin vendit institucione, me gjithë polemikat që kishte Kosova në të kaluarën. A janë sulmet që i bëri, a janë sulmet e vetëvendosjes ato që po i drejton të ky subjekt politik në drejtim të ambasadës së SBA-ve, duke i thënë që ju po ndërtoni modelin e koalicionit, ju po rrezoni legitimitetin politik e tjera tjera. Kjo tërheqje amerikanëve tash nga kjo lloj përfshirje, a është rezultati një leksioni që ata patën me vetëvendosjen? Dhe kjo tërheqje a e konkludon që amerikanët nuk dojnë të japin shansin. Duhet ta mbyllim, jemi në minutin e fundit, po. Asnjë subjekti politik që ajo të përdoret. Ka drejt Berisha, unë mendoj që amerikanët punojnë bukur mirë edhe me vetëvendosje. Sidomos mendoj që poenta është që figura e leadershipi ndoshta jashtëm për të udhëhequr qeverinë mund të jenë figura 2-3 apo edhe gjinisë femrore. Dhe mendoj që në këtë drejtim nuk kanë pse ngutet amerikanë për 11.000 kilometra katror që mund të rrezikohet ashtu kështu, nuk do vjet në pyetje kjo. Mirë, po unë mendoj që ata kanë një qasje
më thëmë që për momentin pse dallimin mes të kalurës dhe tash, sepse Kosova ka kalu një fazë tjetër. Tash është një fazë të lakmis të pushtetit dhe tradita jote tregon që ende gjendemi larg asaj, sepse kemi kriju kontura të tilla që hyjymin për të ardhur në pushtet e bojnë sidomos ato struktura të cilat në një farë mënyre nuk kanë e duan atë shkret karrike, jo vende. Dhe kështu kemi hyrë në këtë fazë që edhe amerikanët e din mentalitetin, nuk është vështirë, zoti Berisha, nuk është vështirë me na studiu, ne besoj që për 24 orë definicioni është i saktë i tyre. Por mendoj që amerikanë do jenë ata të cilët në fund do shohim në janarin në vitit të ardhshëm që do kryen proceset bukur shpejt. Duhet ta mbyllim. Se do të jetë presion i madh, sepse jo për ndoshta ekskluziv për interesat tona, por ata dinë që është arë momenti që të shkohet me një solucion i cili është më i përshtatshëm. Rit, po, duhet ta mbyllim, kemi kaluar. Po. Në gjithë këta muaj të rrumbullaksimit politik, të konkludimit të krizës së pazakont politike në historinë politike të Kosovës, në gjithë këto 25 vjet të vendosjes demokracisë, pluralizmit e parlamentarizmit. Leksioni o kë që sidomos për partit ish opozitare, leksioni në observimin tim o kë që punët e betejës politike që ata vetë duhet ta bëjnë, nuk mund t'u kryen as amerikanët, as komunitetin ndërkombëtar, e as mediat po kështu. Betejën politike, partit ish opozitare, leksioni o kë që ato vetë duhet ta bëjnë betejën, të mos mjaftohen me betejat e fituara juridike, sepse ato mbesin të vakëta pa i fituar dhe betejat politike. Fituan betejat juridike në gjykatë kushtetuese, por nuk fituan betejën politike. Gjykoj me zotin Kurthi. Dhe leksioni është që komunitetin ndërkombëtar nuk mund të kryej punë, nuk mund të bëj betejë politike as me zotin Kurthi dhe me askë tjetër. Ata janë aty për të siguruar që Kosova shkon mirë, patjetër. Përfason një rrëfim të suksesshëm investimit perëndimor në pikpamjet gjitha segmenteve të funksionimit si shtet. Prandaj, betejën politike du ta bëj. Zoti Hamza, zoti Abdixhiku, zoti Harabinaj dhe mos presin që të fitojnë vota nga elektorati duke i prirë kësaj beteje rrjedhimisht siç kanë pritur, ta zëmë ambasada amerikane, mediat e kështu me radhë. Betejën politike leksioni është ky, që duhet ta bëjnë vetë. Nuk mund ta bëjnë studiet e zgjedhjet e dhjetorit do të kemi edhe shumë mundësi të tjera për të diskutuar, Rit, kështu që do të kesh gjithkohë në dispozicion për të shprehur opinionet e tua. Faleminderit zoti Bilali, faleminderit. Jori, është lajmi mirë për tebe nga Zdaria, po. Faleminderit shumë, Rit. Ditë të mbar, kalojmë në publicitet.